ku unë kam shprehur brengën time lidhur me shumimin inicimet që bëhen për lëvizje të reja, për parti politike të reja. Dhe në atë kohë apelova të këtë gjithë ato iniciatorë, të gjithë ato njerëz që donin të krijonin alternativa të reja të mos nguten. Dhe nëse ato nuk bëjnë hap pas që të ndërpresin ato iniciativa, spaku le të bëhen të gjithë bashkë, le të bisedojnë, le të negociojnë, le të merren vesh në një tavolinë të përbashkët dhe të gjithë le të punojnë për të fituar bashkimin demokratik për integrim dhe të mos veprojnë të ndarë, sepse si të ndarë ne na coptohet, ne na parcializohet forca, vota, mandatet. Kështu që unë me sinqeritetin më të madh, edhe pse një pjesë të atyre më quajtën cinik në apelin tim që bëra, e kam bërë shumë sinqerisht dhe më parë unë pranova dhe pranoj le të humbë bashkimin demokratik për integrim, por të mos humbin shqiptarët, le të fitojnë të gjithë ata që bëhen përballë bashkimit demokratik për integrim, le të jetë i humbur bashkimi demokratik për integrim, por jo edhe 6 mandate që mund t'i humbasim tek shqiptarët në zgjedhjet e 2011-s. Ju lutem, merrni shifni shifrat, rreth 50.000 vota janë kot kanë shkuar tek shqiptarët dhe 50.000 vota janë 5 mandate.